ditën e sotme, zoti Guri, do të diskutojmë për sa i përket marrëveshjes së detit. Një çështje e rikthyer ditët e fundit në opinionin publik për shkak të vizitës së ministrit grek të mbrojtjes në vendin tonë, zotit Niko Dendias. Pyetja e cila shqetëson shqiptarët prej vitesh është çfarë humbet Shqipëria nga marrëveshja e detit. Pra, duke qenë që çështja tashmë është drejt shkuarjes në arbitrazh, sipas asaj të paktën që është thënë nga palët dhe sidomos nga kryeministri zoti Edi Rama, i cili e ka bërë deklaratën në Greqi, por edhe në vitet e kaluara që nuk pati zhvillim për sa i përket negociatave. Nëse shkojmë në Hag, çfarë pritet që të humbas Shqipëria, ose edhe çfarë të fitojë? Okej, e kuptova. Shqetësimi është real. Nuk është i ngritur me një kup çaj, themi ne, shumë për asgjë, nuk është e tillë. Është shumë i dukshëm shqetësimi, është shumë fatkeq për Shqipërinë, është e sigurt humbja shkuarja në Hag, por para se të vike ke gjykimi final i procesit, unë kam mundur që të hartoj dy libra, siç është Kufit e detit, çfarë fshihet në këtë lloj marrëveshje, çfarë fshihet, dhe kam quajtur Kufit e detit një marrëveshje që duhet të ishte midis ekitisë, drejtësisë edhe interesave reciproke. Dhe pikërisht kjo më ka detyruar që në vitet 2010, 2011, 2012 unë ju futa procesit të shkollës si student të jurisprudencës dhe mbasi marrova 3 vjet në bachelor dhe 2 vjet në shkencat juridike, pastaj u futa dhe si avokat, 6 vjet shkollë dhe një arsye ka qenë që të kuptoja shumë mirë ç'është ndodhur me detin shqiptar ose me këtë marrëveshje që ka nisur që në kohën e qeverisë Berisha. Edhe po filloi në mënyrë kronologjike të shpejtë, që në 2008 zona nga Karaburuni deri në Tongo, e cila kishte një kufi që quhesh hapësirë territoriale. Në qoftë se ne e kemi hapësirën territoriale, e kemi për pjesën nga Sazani deri në Bun, për pjesën nga Karaburuni Sazani deri në Sarand, neve e hoqëm me ligj parlamentin 2008. E gjen vetë kush ka qenë kryetari i kuvendit, gjen vetë kush është qeverisja e atërshme, dhe kjo i parapriu që në 2009 ti futeshim një procesi që në atë kohë ishte Bakojani ministre i jashtme dhe zoti Basha në anën e jonë, dhe në një farë mënyrë ajo lloj marrëveshje u xherua nga gjykata në 2009, qershor 2009 u xherua, u bën nul. Ku vetë opozita ishte ajo që holli këtë proces marrëveshje, e holli në proces gjyqësor dhe opozita fitoi të drejtën që kjo marrëveshje të bëhesh nul. Në 2013-14, kur vjen kjo opozitë që u kthye në pozitë, marrëveshja e parë ishte midis Korfusit dhe Sarandës. Dhe gjithë lufta bëhesh për një humbje rreth 15 km2 që pësonte Shqipëria për shkak se matjet që bënte shteti grek, pala greke, me matjet që bënim, na lejoheshin neve të bënim, ishin matjet të ndryshme. Dhe ata fitonin që në matën e parë. Dhe ai guri i barketës, shkëmbi, një shkëmb që njerë pushton Batisa, njerë zbulon atë, dhe ai ishte si pikë referimi ku ne na u llogaritën me anë të mateve, s'po i them metodikat e matjes se qytetari apo shqiptari atë nuk do të dëgjojë udhëtira, por ishin mate të ndryshme. Ai maste kepet lagte, ne masim gjire të mbyllura. Pra, ai fitonte që në matën e parë. Kjo marrëveshje tash pra u xherua dhe në vitin 2015-16 zoti Rama, që ishte dikur opozitar, që fitoi kauzën, çështjen, e rikthen në vëmendje prap këtë marrëveshje me palën greke. Ndërkohë kishte një komision, që ishte zoti Ditmir Bushati, kryetari i komisionit të kësaj në këtë marrëveshje, sigurisht që pala greke vinte e përgatitur me harta anglisht me harta greqisht, za pala jo nuk vinte fare as me harta. Dhe në deri 2018 ka funksionuar komisioni dhe me protestat që ne kemi bërë të shumta të asaj kohe nga vitet 2010 deri në 2018, në këto protesta ne i llam një lloj mundësie qeverisë që ta rishikonte marrëveshjen.
ose pretenduam dhe ne që pse të humbas ky shtet. Dhe ndërkohë që pala greke e marrëveshjen e fuste në organizimin shkencor, akademik, pedagogjik, qytetar, me besime të ndryshme, me një besim të vetëm fetar që ka, e fuste edhe në këtë lloj përfshirje, marrëveshjen e saj. Derisa një ditë, në atë kohë ishte kryeministër Tsipra, i cili tha që ne do kemi jo 6 milje të drejtën e vendosjes tonë, por 12 milje. Dhe qofse ai tha në orën 10 pikë bjeqar në parlamentin grek, në 15 minuta e zbardhi i pari zoti Rama që ra dakord me këtë lloj distance të kufirit të matjes së lartësisë nga via kontinentale. Dhe Rama dakord me 12 milje, ndërkohë që kjo 12 milje pala greke bënte një lloj që quhet një shembull historik që ta kishte këtë edhe për marrëdhënie me Turqinë apo me Libinë apo me Egjiptin, sepse ajo e ka të organizuar këtë hapësirë të saj, këtë matje të saj në 6 milje. Dhe duhet marrësh leje në OKB, duhet marrësh leje në shumë shtete të tjera që të vesh në 12 milje. Po i pari që aprovoi e të ra dakord pa pikën e kundërshtimit ishte zoti Rama që e pranoi 12 miljen greke. Kjo është e parë. E dyta është që pala greke nuk e fillon matjen nga një kufi i qëndrueshëm, që është Korfuzi. Pavarësisht se është ishull, po le të themi një ishull i madh, i banueshëm, edhe me 200.000 banor bie fjala dhe mund krahasohet me kufirin tonë kontinental të qëndrueshëm nga Karaburuni dhe Saran. Pra, kemi dy matje mbi baza të qëndrueshme kufi të palëvizshëm kufi palëvizshëm të qëndrueshëm, që është nga Tongua, ishulli i fundit deri në Karaburun, dhe ata kanë Korfuzin, por ata shpikën një diçka tjetër në kërkesat e tyre, që matja të fillojë nga 2-3 ishuj që janë vetë, ishujt janë 12 milje larg. Sepse gjithë puna është llogaritja e zonës ekonomike ekskluzive. Ku ti bie kjo zonë ekonomike më shumë apo më pak? Kjo është përfitimi. Po zonë ekonomike ekskluzive do të thotë 4 hapësira, hapësira ajrore, hapësirë detare, sipërfaqe uji, peshkimi, navigimi marin detare, sipërfaqe thellësi uji, që është shfrytëzimi i faunës apo i florës së detit në brendësi, dhe shfrytëzimi i naftës në këtë sipërfaqe. Pra, nuk është thjesht që ai fiton një sipërfaqe të caktuar, por do ta shumëzosh me 4, sepse i thon ajër, që lëvizjen avionët, i thon lëvizja e faunës në brendësi të detit, i thon sipërfaqja e navigacionit dhe thash edhe e katra, ajo që është në dyshemën e detit, që është naftë. Dhe kur pala greke konstatoi se Zoti Guri, pra po thoni që përveç pjesës territoriale, Shqipëria humbet, si përsa i përket pasurive nëntoksore, thënë kështu, por që humbet gjithashtu edhe në hapësirën ajrore, edhe në hapësirën e navigacionit. Bravo. Këto janë humbje që llogariten. Tani janë llogaritur që duke e bërë matjen ai në ishullin Othenoj ose Erikusa, që do të masi jo 6 milje, po 12 milje, ai vjen përballë Vermiu. Dhe në këtë ardhje që vjen ai, bën pastaj matje me atë që quhet me mesore ose ka metoda matje dhe do të thotë ai fiton që në hapin e parë të marrëveshjes. Pra, nuk e mat nga Korfuzi, që është tokë e qëndrueshme, siç kemi në tokë e qëndrueshme, Karaburuni, Vermiu, deri në Saran, po e mat nga një ishull, që ishulli mund të jetë sot, por ai vulkan mund ta mbysë nesër. Dhe ishulli që pa banush. Maksimumi në ishull Othenoj janë 200 barin që janë nga Imara ose nga Piluri, që kanë ngelur 100 vjet përpara aty. Pra nuk mund të krahasohet territori jonë stabil, kontinent, territor kontinental, si që është Shqipëria, krahasohet me një ishull. Dhe ai këtë matje, duke spostuar tirimin e matjes jo nga Korfuzi, po ke ishulli, i cili ishulli është 12 milje larg nga Korfuzi. Edhe 12 milje i ka lidhur ose ka dash ai ta quajë 12 milje distancën e parë të matjes, pastaj përcaktohet zona ekonomike ekskluzive.
Në këtë marrëveshje, ai fiton 300 sipas llogaritjeve që ka bërë kolonel profesori nga Universiteti i Durrësit dhe ka rezultuar që kjo jep një sipërfaqe prej 344 km2 përfitim i palës greke. Shumëzim për 4 që është ajër, sipërfaqe ujore, aty që shpjegova thellësi dhe nën tokë, ai bie të marrë 4-3 biton rreth 1300 km2 përfitim. Po duke çuar në anë që është ne themi në konferencën tonë noterizim i humbjes. Haga s'është tjetër për shqiptarët, noterizim i humbjes. Shtet i vogël. Ata janë shtet detar. Ne jemi shtet kontinental. Ata janë shtet arqipelag. Sa thonë 13.000 ishull me gjithë shkëmbejnë, sa thonë 6.000 ishull. Pra një shtet që ka një navigacion apo një flot detaret edhe një ministri detit. Greqia, njerëz shtet me influencë europiane apo deri në Amerikë. Ndërkohë që ne kemi gjitha gjyqet e humbra si në Strasburg, si në 46 të Korfuzit. Pra nuk kemi në një vlak matë, në një shok të mirë që na ndihmojnë. Tjetër, pse ky nxitim? Ka një përgjigje, edhe një pyetje të thjeshtë. Pse ky nxitim për në Hag? Ku në Hag është kadiu i fundit, nuk e ku ankohesh më. Sepse mund të ishte Hamburgu, që ti të ankohesh në Hag më pas. Jo, Zoti Rama e di shumë mirë ç'a ndodh në Hag. Dhe ai e ka quar që ti të marrësh si përgjigje të padiskutueshme, humbse për shqiptarët dhe ai fare mirë mund mos ta çonte, sepse me konflikte të tilla në Fonjza apo të hapura janë të gjitha shtetet e botës. Do Sloveni, Kroaci, do Rumani, Ungari, do Angli, Norvegji, do Angli, Danimark, do Kanada, Amerikë. Ndërkohë, neve nuk kemi një marrëveshje kulturore, nuk kemi marrëveshje të një fqinjteti me reciprocitete, me ekiti ndaj njëra tjetrës. Ekiti do të thotë një marrëdhënie sa me jurisprudencë, sa e drejtë, sa juridike dhe etike. Ne nuk kemi marrëdhënie etike me Greqinë. Fakti që ajo kërkon të zaptojë, të mos ngopet duke aneksuar kulturë shqiptare, historiare, toka kontinentale shqiptare dhe toka detare, atë do të thotë që s'kemi marrëveshje sinqert. Pavarësisht se 70% e tyre janë arbanitas, janë shqiptarë. Por politika e shtetit grek është që ta aneksoj përfundimisht deri në Shkumbin apo deri në Tiranë, ku kemi dhe kryepeshkopin e fundit që vuri 2 emra, vuri emër grek, vuri dhe emër shqiptar, që do të thotë që këtu është to greke për ata. Kështu që kur i mbledh të gjitha, hapësirën detare që vjen deri në Karaburun, hapësirën toksore që ka vare greke në përmet në Tepelen, kërkesat që ata kanë emra grek deri në Gramos, qoromilet e Beratit në përkisha kanë një lloj grek në të. Pra ata në forma të ndryshme, diku det, diku tok, diku shkollë, diku një vendim që ti ndihesh grek, një VKM e vitit 2025-27 dhjetor, ku thuhet që si ndihesh ti, shprehu si ndihesh. Qoftë ti shprehesh si ndihesh amerikan, francez, nuk të quhet. Po u shprehve që ndihet grek, do të thotë që fshati merr një kuptim grek, librat, shkollat, emrat e rrugëve marrin kuptim grek, që do të thotë kur vej 50% fshati, ka të drejtën e një asociacioni, ka drejtën e një autonomie fillimisht për çati pavarësie. Po ke një lloj reforme e cila i marrën me Finiqin, me Konispolin. Kjo prefekturë ka kufi me Greqinë, me tokën. Edhe ata mund të, duke patur vendime e Këshillit të Ministrave si ndjehen, po edhe mirë nga Qinë në gorë, po edhe shqiptarë të varfër, të drobitur, të raskapitur, mund të ndryshojnë emrin nga Myrteza, Mustaak në emra Dimitra dhe në emra Mario grek, dhe atëre shkëputet si pjesa detare që është përballë dermis, edhe pjesa toksore dermi përmet e Pelen, i marr Delvin edhe deri në Konispor, shkëputet gjithë këtë tokë. Nuk vetëm atë humbjen që kishte hapësirë detare, si faqe ujore, thellësi detare dhe nën detare. Po kjo edhe kontinentin që ata kërkojnë ta xhvasin. Dhe kjo është politika e kryeministrit Rama, që kërkon ta shes
këtë vend deri në skutën e saj më të fundit. Imagjinoj që me projektin e maleve, së gjë tjetër, bese që administrata e një komune, ish komune, dhe vetë pushteti lokal, përgatitë një terren ku njerëz caktuar, investitor strategjik ta marrin me një herë. Dhe nuk përgatitë të malin, përgatitë edhe Alpet të tilla. Zoti Guri, të qëndrojmë më pak tek marrëveshja e detit. Ndjes që ju ndërpreva, për duke qenë që e kemi dhe kohë të kufizuar. Të jemi këtu të çështja e detit. Pak më herët po thoni që pala greke, kur domethënë e lakmon territorin për shkak të pasurisë së naftës. Janë bërë studime sa naftë përmban ajo pjesa e territorit dhe cilën lakmon Greqia në vendin tonë? Unë vetë jam për fat një studius i gjithë këtu, urdhoni këtë libër, e pa këtë libër. Po. Dakor? Urdhoni pjesa e parë fillon me çfarë fshihet në patkojnë Korfuzi Mar. Urdhoni. Po, zoti Guri, pikërisht prandaj u shtrova edhe këtë pyetjen. Tani sa rezikojmë të humbasim ne nga kjo? Po, neve për fat të keq për ne dhe për fat të mirë të atyre, Korfuzi nëntë edhe duke prekur dhe pjesën detare, për atë pikërisht atë që merr ai, Korfuzi, ja ku është Korfuzi, kjo këtu, duhet të kisha një cilolaps. Jo, është e qartë në kamerën, vetëm ngrieni librin pak. Dhe kjo hapësirë detare, e cila urdhoni, ja ku është Korfuzi, ja ku janë zona naftëmbajtëse në tokë tonat, zona 1 që është mali i Beratit, zona 2 është Bisoka, zona 3 është Saranda, zona 4 është Korfuzi. Korfuzi nuk ka asnjë dallim nga zona naftëmbajtëse shqiptare. Qoftë ajo e brezit Beratit, i themi në gjuhë gjeologjike, qoftë ajo e brezit të Kremenarës, Patosi, Bisoka, qoftë ajo e brezit Delvin, Sasaj, Sarand. Pra i ka të gjitha tërtipet, Korfuzi, ky është Korfuzi, elementi 4 këtu, këtu është një thyrje tektonike dhe kjo është pjesa detale që ata fitojnë. Kjo këtu që bëj unë është pjesa detale që fitojnë. Do të thotë, ai fiton një pasuri pravore, ku Korfuzi ndronë mbi naftë. Dhe ai këtë jurit korekt, kur gjeti naftë Libani në anën tjetër, pikërisht apo dhe Izraeli, dhe pikërisht në këto lloj ai e mësoi nga studimet që janë bërë nga kompania amerikane Hamilton Brothers, ku unë kam qenë pjesë e kësaj kompanie dhe kam studime, profile, harta që jetojnë që të bëjmë me një proces gas naftëmbajtës. Sepse plotësohet shkemi që e mban, plotësohet mbulesa që e mban këtë naftë, si që është fishi i temine, dhe plotësohet edhe struktura mal, antiklinal, që është Korfuzi. Pra, kjo është një arsye më tepër që i shtyn ata për ta arritur sipërfaqen ekonomike ekskluzive, që të përfit atë që parasysh për thash, ajër, det, sipërfaqe, det, që me na është. Ishit shumë i qartë, zoti Guri. Tani doja, në fakt duke qenë që ngjarja nuk ka ndodhur akoma, domethënë vizita e zotit e ministrit grek të mbrojtjes nuk është kryer akoma, por mendoni që do të ketë një marrëveshje, sepse mendohet që sot do të bëhet dakord për pikat me të cilat do të shkohet në Hag. Mendoni që do të ndryshojë diçka sot? Jo, nuk mendoj që ndryshon. Ai do vej me distancën 12 mile, ai do vej me matjen nga Othenoj, këtë kërkojnë ata, jo nga Korfuzi. 2, ai do vej që to janë dy kryesoret, ai do vej me matjen me mesore Korfuzi me Sarandën, ai do vej duke të mos e llogaritur Sarandën gjë historik, se Saranda është gjë historik ndryshe nga Pashkëmbej. Ne kemi Butrindin, ne kemi Betluft, kemi portin Onhezmi, gjë historike, me Pjatin dhe i buri Emrin, pikërisht portin historike. Pra, ti fiton pikë
që në matin e parë, në Sarandë. Ndërkohë që këto nuk llogarit. Prandaj equity, kur ne bëm me shtetin italian, ishte një marrëdhënie sa juridike, aq edhe equity me barazi morale. Kur ne me italianët nuk ishte strukturë këtar. Edhe Italia mund të vepronte jashtëzakonisht në favor saj, duke mund të tonte me ignorancën tonë ose me paditurinë tonë. Por duke qenë admiralët tanë të ndershëm dhe duke qenë një shtet me dignitet në atë kohë, dhe italianët zbatuan një lloj koreksie, por ama në vitin e dytë të italianëve ishin inxhinierat e Enelit, të naftës. Ndërsa këtu ishajon kryeministri nuk ka asë miratim nga presidenti, se në 2018 unë unifikua... Po, u autorizoi zotin Bushati. Sot nuk kemi një autorizim. Bravo. Kur ra delegacioni Bushati, ra dhe ajo që quhet përfaqësim presidencial. Ai nuk ka ndërtuar më tash një përfaqësim presidencial, ai nuk ka përfaqësim të një shkencave, nuk ka përfaqësim të pegove të njerëzve që merren kapë, nuk ka përfaqësim admiraliteti detaj që ne aq sa kemi ne navigacionin ton. Ai nuk ka përfaqësim të qytetarëve. Zoti Rama është i vetëm. Dejtën me Endri Fugën, tani nuk është as Endri Fuga, dhe i bën vetë. Të gjitha këto i bën vetë të kurisë të shqiptarëve. Ai e ka detin, si kundër kallet tokën, që ju më ndaluat, më thaj që s'mos u merr me dakord. Ai e ka qifrik Shqipërinë. E ka që edhe po t'i vësh re, ai ka edhe një kontroll në formën e një ferma e këtyre patronazhistave që për çdo mendim që ne po flasim sot, ta shohësh ti, këtë mendim tonë. Kjo do hapesh, do shëvjeshohesh me mira. Nëse të tonin, është 2-3 komende sepse i fshin ata, ajo fermë e patronazhajnë. Pra, do të them që ne vemi në hak të humbur, e sigurt humbja, dhe bile noterizohet kjo humbje në hak. Sepse nuk ka ndodhur që ne, aq më tepër që vemi me mendet keqe, edhe kur kemi pasur me mendet tirë, për të drejta elementare njerëzore, ne kemi humbur. Jo më kjo vete për ta shqitur, për ta dhënë. E qartë. Nuk është marrëveshja që shkon në Hag, ajo është marrëveshje që është bërë më përpara se shkojnë në Hag, pra e gjëra. Edhe një herë, marrëveshja që po shkon në Hag, nuk shkon si mos marrëveshje. Që dy shtete, Anglia dhe Danimarka, janë duke bërë sherr të madh, deri në afër lufte dhe shkojnë në Hag. Rumania me Hungarinë është duke bërë një sherr të madh, shkon në Hag, apo Slovenia me Kroacinë, jo, neve shkojmë me marrëveshje në Hag. Nuk e di më kupton. Pra, si po çojnë një marrëveshje, që ta fitoj ajo marrëveshje. Pra, është e shitur loja si këta me arbitrat që bëhen shitat as me futbollistat. Do bëjë sikur do losin këta futbollistat, por loja është e shitur që në gjenezë e njëjta gjë kjo marrëveshje. Është e shitur pra marrëveshje. Sepse shkon marrëveshje, jo mos marrëveshje. E qartë. Zoti Guri, mendoni që kjo është një arsye që ne t'i fitojmë zemrën Greqisë, domethënë po japim, pra, po e marrim situatë hipotetike. Ne po i japim detin që t'i fitojmë zemrën që Greqia të mos na pengojë për rrugën drejt BE-s, në një kohë që kemi kaluar procesin teknik të IBAR-it dhe kemi edhe një datë për konferencën ndërqeveritare. Pra, duke qenë që Greqia na i përdor her pas here detin dhe mosmarrëveshje tjera si ligji i luftës kundër nesh në Bashkimin Evropian, mendoni që mund të jetë kjo një arsye pse ndodh pikërisht tani takimi? Shiko, ne kushtet të tilla që Greqia apo veton to kanë kaluar si kore, janë qesharake. Neve futemi apo s'futemi në Europë, do vendosin më të mëdhenj shtete më të mëdha se Greqia, siç është Gjermania, i cili Gjermani e tha para 2 ditësh, ky kancelari gjerman që me qeverisjen e Edi Ramës me këtë kryeminist Rajdut edhe gënjeshtar s'mund pranohet kur për bazë për të futur në Europë. Pra do jenë shtetet e tjera që do vendosin për ne. Edhe futja në Europë për mua është për popullin shqiptar është mirë që qeverisja mos e vjelli, por në ana tjetër qeverisja jon me Edi Ramën e me kudo që vjen, edhe ai tjetri po të vijë. Ata nuk e duan veten në Europë, sepse çdo gjë që ata do kryejnë, duke mos qenë në Europë e kryejnë me lekë. Dhe duke qenë në Europë janë ata që humbasën, populli fiton në Europë. Kështu që ne zot kemi frikë që shteti i Çin ndoshta vendos veton, ndoshta e psefin, ndoshta po të humbësh shqiptarët.
të parët tanë kanë luftuar me këntorë, luftën e Vlorës 100 vjetë përpara, se sa sot t'ja vlorosh, ore paktën do luftoje e ore luft. Po t'ja si shpëndodh, t'ja vlorosh vetë tokën me kënaqësi, kjo është e tmerrshme, kjo historia do ta mësoj mirë, do ta mbaj vëk në vesh, po s'keni faj as televizionet që janë blerë shumica, as ky popull që shumica e ka ikur në mërgim, që nuk din kush janë, nuk din ç'a bëjnë, që të ikësh djalë pronare di, të ikësh jashtë shtetit di, e të lash pronën pa tallë tudi, e ta marri çifudi greku apo ai kush do vi Bangladeshi, kjo është e dhimbshme dhe e tmerrshme di. Dhe unë po të flas nga një muze që ja muze etnokulturor, po t'i bësh re këtu, dhe e mbaj me gjak, e mbaj pa ndihma bile përkundazi, vetëm për një shprehje, ja te kam librin këtu. Vetëm libri Butrindi, shikojnë që libri Butrindi, anglisht edhe shqip, edhe vetëm për një shprehje që e Butrindi, terë pirë, terë i lirë, ja te kete themjen, terë pirë, herë i lirë, kur grek. E qartë. Në Butrindi, kur e lena po greka. Për i 14.000 vjetë. Dhe për këtë libër, për këtë fjalë, më thanë që i qatë shprehje që të marrësh fondet, dhe nuk e mora fondin, nuk u dorëzova, do të them që po ka dhe modele. Mund të bëhet çdo njëri nga ne një model pak sa modeli është, më vrau njëri, jo. Thjesht nuk mora 70.000 euro për ndërtuar shtëpinë e babait, ta ktheja në bujtin. Punova vetë, ja e zgjidha, pra, i bëj thirrje çdo shqiptarit, të jenë të vëmendshëm, të kuptojnë që Edi Rama është duke shitur Shqipërinë, të kuptojnë që shteti grek nuk ngopet duke aneksuar toka shqiptare, të kuptojnë që në Hag shkon marrëveshje dhe jo mos marrëveshje, të kuptojnë që marrëveshja në Hag është e humbur dhe për shqiptarët dhe në fitim të shtetit fqin grek, të kuptojnë që shkon me matje jo të barabarta, me ile, nis me ile pra, me matje ndryshe e bën kufiri grek, ndryshe bën kufiri jon, shkon me pika fillimit të matjes jo në vendin që është barabart me neve, siç është Korfuzi, tokë që ndryshme me tokë që ndryshme që jemi ne, por shkon në një vend të paqëndrueshëm. Pra shkon nga një 6.000 shkon në 12.000 që kryeministri jon bie dakord. Pra i blet të gjitha këto, atëherë ti shkon thjesht për të notarizuar, për të vënë një vul humbje në atë që quhet s'ke ku dash ka diu pra, s'ke ku ankohesh më. Kjo është e gjithë. Me këtë mesazh tuaj, zoti Guri, e mbyllim intervistën. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit.